Të nderuar televizionistë, përshëndetje, do jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Në 34 vjetorin e themelimit, Partia Socialiste shënon jo vetëm një rrugtim politik të gjatë që nis nga transformimi i Partisë së Punës, por edhe një rekord historik në pluralizmin shqiptar, duke qeverisur për 4 mandate radhazi. Kryeministri Edi Rama uroi antarësinë, duke vënë theksin tek rezultati i 11 majit dhe objektivi Shqipëria 2030 në Bashkimin Evropian. Një nga forcat politike më të vjetra të pluralizmit shqiptar, Partia Socialiste e Shqipërisë festoi 34 vjetorin e themelimit të saj, një moment historik që përkon me një tjetër rezultat elektoral të favorshëm për të majtën. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama, njëherëzi dhe kryetari i kësaj partie, uroi të gjithë anëtarët e saj duke theksuar mbështetjen masive në zgjedhjet e 11 majit dhe duke përmendur aspiratat kombëtare për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Me këtë simbol të flamurit të socialistëve e progresistëve shqiptar, që në këtë 34 vjetor të valvitjes së tij është ngjitur më lart se asnjëherë, fal 856.177 zemrave, të cilat u bën bashkë për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian, ju uroj gëzuar ditëlindjen e Partisë Socialiste, të gjithë anëtarëve të familjes sonë të madhe politike, si dhe një ditë mbar të gjithë të tjerëve pa përjashtim. Historiku i kësaj force politike fillon me 12 qershor 1991, gjatë kongresit të 10 të Partisë së Punës, kur u vendos transformimi i saj mbi baza demokratike. Me këtë rithemelim u shpërbër byroja politike dhe në krye të partisë u zgjodh Fatos Nano, duke i dhënë fund trashëgimisë moniste dhe duke nisur një epokë të re për të majtën shqiptare. Edhe pse nuk fitoi zgjedhjet e para të 22 marsit 1992, Partia Socialiste nisi reformën e saj përmes një drejtimi që vijoi edhe gjatë periudhës kur Nano ndodhej në burg. Me rënien e firmave piramidale, ajo fitoi zgjedhjet e vitit 1997, duke marrë mbi 52% të ulësve në kuvend, e më pas qeverisja kaloi nga një figurë socialiste tek tjetra, Pandili Majko, Ilir Meta dhe sërish Fatos Nano. Krijimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim në vitin 2004 nga Ilir Meta solli përçarje të brendshme dhe humbjen e zgjedhjeve të vitit 2005. Pas dorëheqjes së Fatos Nanos, Partia Socialiste qëndroi në opozit për 8 vite, ndërsa në vitin 2013 në drejtimin e Edi Ramos u rikthye në pushtet me programin Rilindja, që prej asaj kohe Partia Socialiste ka fituar 4 mandate radhazi, duke u bërë partia me qeverisjen më të gjatë në historinë demokratike të vendit. Sot ajo mbetet forca kryesore politike në vend, e angazhuar në drejtimin e reformave dhe në procesin e integrimit evropian. Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj vendimit për rritjen e pagave për gjyqtarët dhe prokurorët, duke cilësuar sistemin e drejtësisë të korruptuar dhe të kapur. Në një deklaratë për mediat, ai holli akuza të rënda edhe ndaj qeverisë për presion ndaj misionit të OSBE Odirit, ndërsa nuk pranoi legjitimitetin e zgjedhjeve. Ish-kryeministri Sali Berisha shprehur kundër çdo rritjeje të pagave për gjyqtarët dhe prokurorët, duke akuzuar sistemin e drejtësisë të kapur, të korruptuar dhe të paaftë për të garantuar drejtësi për qytetarët. E kam theksoj se prokurorët dhe gjykatës në Shqipëri, po prokurorët paguhen më shumë se çdo gjykatës dhe prokuror në të gjithë gatishulli e Ballkanit dhe baras me disa vende të Europës. Nuk ka gjë më absurde dhe kjo vetëm sa u ka rritur Oreksin. Ne do bëjmë gjithçka që vendit ketë sistemi e drejtësisë dhe i garantoj kur me rrogat më të larta, në rajon, por rroga në proporcion me vendin. Nuk është vendi për 7.000 euro. Në vijim të fjalës së tij, Berisha refuzoi të pranojë legjitimitetin e zgjedhjeve dhe u ndal tek raportet ndërkombëtare, të cilat sipas tij mbështesin akuzat e Partisë Demokratike. Presion antiligjor, antidemokratik është bërë ndaj ekipit vëzhguesve të OSBE Odirit dhe unë këto i kam denoncuar në të gjitha instancat ndërkombëtare dhe publikisht. Dhe në këtë fushat presioni është implikuar vetë personalisht Edi Rama dhe ministri i tij i jashtëm Igli Hasani. Unë kam informuar se ky i fundit ka thirrë në zyrë përfaqësuesit e OSBE e misionit vëzhguesve, pasi ka dërguar mesazhe kërcënuese dhe u ka kërkuar llogari për frazat se këta janë ai sekt që besojnë gënjeshtrat e tyre. Deklaratat e tij erdhën si reagim ndaj komentit të ministres Elisa Spiropari për raportin e ardhshëm të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, për cilën Berisha tha se damkos qeverinë dhe denoncon farzën elektorale që sipas tij është zhvilluar në vend.
Gjykata e posaçme ka caktuar datën 30 qershor për hapjen e gjykimit në themel të çështjes Partizani, kundër të pandehurit është edhe ish kryeministri Sali Berisha i akuzuar për korrupsion pasiv në favor të familjarëve të tij. Në bankën e të akuzuarve të tulet gjithashtu edhe dhëndri i tij Amarbër Maltezi, biznesmeni Fatmir Bektashi dhe 3 shoqëri tregtare të dyshuara për pastrim parash. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka caktuar datën 30 qershor ora 10 si seancën e parë për shqyrtimin në themel të dosjes Partizani, një nga çështjet më të përfolura penale të vitit. Në bankën e të akuzuarve do të jetë ish kryeministri Sali Berisha përballë një akuze të drejtë për drejtë të ngritur nga SPAK, që e konsideron atë të përfshirë në një aferë korruptive për tjetërsimin e pronës shtetërore të ish kompleksi sportiv Partizani në Tiranë. Sipas prokurisë së posaçme, Berisha ka favorizuar familjen e tij gjatë kohës që mbante postin e kryeministrit, duke lejuar transferimin e pronave publike në emër të ish pronarëve të lidhur me të. Më konkretisht, SPAK thotë se dhëndri i Berishës, si Amarbër Maltezi, ka përfituar në mënyrë të padrejtë, duke përfituar më pas edhe nga një marrëdhënie e dyshimt financiare me biznesmenin Fatmir Bektashi, i cili është akuzuar për korrupsion aktiv. Në këtë proces do të gjykohen gjithsej 8 pandehur, mes tyre dhe 3 shoqëri tregtare të dyshuar për përfshirje në një skem të gjerë pastrimi parash, që sipas organit të akuzës ka pasur si qëllim përfitim dhe legalizimin e të ardhurave të përfituara nga korrupsioni. Gjetjet e SPAK-ut janë produkti një hetimi disa mujor ku janë sekuestruar dokumente, janë marrëdhënie dhe janë përpiluar analiza të pasurive dhe transaksioneve financiare të subjekteve të përfshira. Hetimi konkludon se ish kryeministri Berisha nëpërmjet pozitës së tij zyrtare ka ushtruar ndikim për të hapur rrugën procedurave të privatizimit në favor të familjarëve. Kjo seancë shënon një etapë të re të hetimit që nga momenti kur gjykata e posaçme përgatitore pas një sër seancash e kaloi çështjen në shqyrtim themelor. Trupa gjykuese që do të gjykojë çështjen është përzgjedhur përmes shortit elektronik, ndërsa palët do dëgjohen për herë të parë në 30 qershor. PAK priti të paraqesë në këtë proces një sër provash përfshirë akte të pronësisë, vendime qeveritare, komunikime zyrtare dhe transaksione që do të përdoren për të mbështetur akuzën për korrupsion dhe përfitim të palishëm. Nëse gjykata pranon kërkesën e prokurisë për të kaluar çështjen në gjykim të plot, procesi mund të zgjasë për muaj me radhë, duke e kthyer në një nga betejat më të rëndësishme ligjore që përfshin një figurë të lartë të politikës shqiptare. Kolegji zgjedhor ka rrëzuar kërkesën për hapjen dhe rinumërim të votave preferenciale për kandidatët të Partisë Demokratike nga listat e hapura në Tiranë dhe Durrës, ndërkohë seanca për rastin e Kukësit është shtyrë për shkak të mungesës të kandidatit ankues Shkëlqim Shehu. Kolegji zgjedhor ka rrëzuar kërkesën e kandidatëve të Partisë Demokratike me listën e hapur kur Ali Mehmeti në Tiranë dhe Aulon Kalaja në Durrës për hapjen dhe rinumërimin e votave preferenciale të zgjedhjeve të 2 qershorit. Në listën e Tiranës, Ali Mehmeti u rënditi dyti pas Jorita Tabakut, e cila rezultoi më e votuara nga radhët e demokratëve, edhe kërkesa e Kalas, e mbështetur nga Partia e Ballit Kombëtar, u rrëzua nga trupi gjykues. Ndërkohë, është hyrë seanca për ankimimin e Shkëlqim Shehut në Kukës, pasi ky fundit mungoi në seancën e parë të kolegjit zgjedhor. Shehu kërkoi rinumërimin e votave pasi humbi mandatin përballë Yusuf Çelës për shkak të rezultatit të përmbysur nga votat e diasporës. Të 3 kandidatët u drejtuan kolegjit pas vendimit të Komisionit të Ankesave dhe Sanksioneve, që rrëzoi pretendimin e tyre për argumentin se ankimimet për votën preferenciale duhet të bëhen nëpërmjet subjektit zgjedhor. Pavarësisht të rrëzimit nga kolegji, për Ali Mehmetin burime nga Partia Demokratike konfirmojnë se 2 anëtarët demokratë të Kasit kanë vendosur të rishikojnë dhe rinumërojnë të gjitha kutitë e qarkut të Tiranës, gjë që mund të ndikojë në rezultatin përfundimtar në favor të tij. Ish kryedemokrati Lulzim Basha ka fituar betejën ligjore ndaj kryeministrit Edi Rama në një proces civil për shpifje që lidhej me deklaratat për dosjen 339. Gjykata vlerësoi se deklaratat e Bashës për përfshirjen e zyrtarëve të Partisë Socialiste në afera kriminale ishin opinione të ligjshme politike dhe të mbështetura në fakte publike. Gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë ka rrëzuar padinë për shpifje të ngritur nga kryeministri Edi Rama ndaj Lulzim Bashës, duke cilësuar atë si të pabazuar në ligj dhe në prova. Rama i kishte paditur Bashën për cënim të nderit dhe personalitetit pas deklaratave të tij të fundit të vitit 2018 për përfshirjen e zyrtarëve të Partisë Socialiste në aferat e dosjes 339. Por sipas vendimit të gjykatës, deklaratat e Bashës përbën një opinion politik të ligjshëm të dhënë në kuadër të funksionit të tij si lider i opozitës në ato kohë dhe të mbështetura në fakte të njohura publikisht. Në
kundër të polemikës ishin akuzat ndaj ish-kryebashkiakut të Durrësit Vajnë Gjuzdago dhe strukturave të Partisë Socialiste për bashkëpunim me grupet kriminale në blerjen e votave, akuza që u pasuan më vonë nga përgjigjet e prokurorisë si dhe raportimet të mediave ndërkombëtare si Bild dhe Zëri i Amerikës. Në vendimin e arsyetuar, gjykata thekson se padia nuk përmbush kriteret ligjore, ndërsa shpenzimet gjyqësore i ngarkohen paditësit Edi Rama. Kryeministri ka të drejtë të apelojë këtë vendim brenda 15 ditëve. Reformimi i sistemit doganor është kthyer në një nga prioritetet kryesore të qeverisë shqiptare në kuadër të procesit të integrimit evropian. Në një konferencë të nivelit të lartë, ministri i financave Petrit Malaj prezantoi hapat konkrete për përmbushjen e kapitullit të 29, ndërsa theksoi përkushtimin e Shqipërisë për të qenë pjesë e Unionit Doganor të Bashkimit Evropian. Harmonizimi i sistemit doganor shqiptar në standardet e Bashkimit Evropian është në fokusin e një prej reformave më të thella që vendi ka ndërmarrë në kuadër të procesit të integrimit. Në konferencën e nivelit të lartë të drejtorëve të përgjithshëm të doganave të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ministri i financave Petrit Malaj theksoi angazhimin e institucioneve për të përmbushur kapitullin 29, i cili lidhet drejt për drejt me doganat. Ne jemi të përkushtuar për të parafruar të gjitha procedurat tona me direktivat e Bashkimit Evropian, duke u siguruar që të jemi plotësisht të përgatitur për të bërë pjesë e Unionit Doganor. Ndaj, prioritetet tona përfshin forcimin dhe parafrimin e standardeve me proceset doganore të Bashkimit Evropian, rritjen e bashkëpunimit rajonal mes administratave doganore të Ballkanit Perëndimor, mbështetjen dhe lehtësimin e tregtisë dhe integrimin ekonomik më të thelluar përmes koordinimit ndërinstitucional dhe partneriteteve të forta mes doganës dhe biznesit. Sikundër ndër prioritetet tona është dhe avancimi i korridoreve të gjelbër dhe të kaltër ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe BE-s për të mundësuar kalime më të shpejta dhe më të integruara në kufi. Ne do të vjojmë me investimet në ndërtimin e kapaciteteve dhe asistencës teknike, sikundër dhe po promovojmë marrjen e statusit të operatorëve ekonomik të autorizuar. Në konferencë morën pjesë vendkryeministri Belinda Balluku, drejtori i përgjithshëm i doganave Genti Gazheli, si dhe përfaqësues të Komisionit Evropian, shteteve të BE-s dhe vendeve të CEFTA-s, duke e kthyer këtë forum në një moment strategjik për avancimin e integrimit evropian. Konferenca synon të shërbesë një platformë bashkëpunimi për nxitjen e modernizimit të doganave, përmirësimin e kontrollit të kufive dhe rritjen e sigurisë së zinxhirit të furnizimit në rajon. Ndrojmë temë të informacioneve tona, ka zgjatur vetëm pak kohë arratia e autorit të dyshuar të vrasjes së Selim Velsulës në fshatin Zibër të Klosit. 32 vjeçari Hasbi Velsula, kushëri viktimës, është arrestuar në Tiranë pasi më parë i kishte rrëfyer motrës krimin. Policia po heton për motivin e pronësisë që dyshuan se çoi në konfliktin fatal. Një tjetër ngjarje e rëndë me pasoja fatale për motive pronësie është regjistruar në zonat rurale të Klosit. Selim Velsula, 65 vjeç, u gjeti pa jetë pranë banesës së tij në fshatin Zibër, me plagë të shumta në trup të shkaktuara nga një mjet prerës. Ngjarja ndodhi mbrëmjen e së njëjtës dhe trupi i viktimës u konstatua nga banorët e zonës. Pas hetimeve paraprake dhe ndjekjes së gjurmëve, policia arriti të identifikojë dhe arrestoi autorin e dyshuar, Hasbi Velsula, 32 vjeç, kushëri i viktimës. Ai u ndalua në zonën e Alliasit në Tiranë në banesën e të vëllait vetëm pak orë pas ngjarjes. Sipas burimeve policore, ngjarja ka dalë në dritë pas një telefonati që motra e autorit i ka bërë forcave të rendit, pasi vëllai i saj kishte rrëfyer për vrasjen. Rrëfimi i bërë në kushte të tensionuara emocionale u kthye në pistën kryesore të hetimit. Të dhënat e para sugjerojnë se mes Selimit dhe Hasbiut kishte mosmarrëveshje për pronën, të cilët degeneruan në konflikt fizik. Dyshohet se pas një debati, autori e ka qelluar viktimën me thik, duke i shkaktuar vdekjen. Thuhet në njoftimin zyrtar të policisë së Matit. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar thika, ndërsa ndaj 32 vjeçarit rëndojnë akuzat për vrasje me paramendim dhe prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve të ftohta. Ngjarja ka tronditur komunitetin e vogël në fshatin Zibër, ku sipas dëshmive nuk ishin në dieni për ndonjë konflikt të hapur mes familjeve. Hetimet vijojnë ndërkohë që trupi i viktimës është dërguar për ekspertizë mjekoligjore dhe pritet një zbardhje më e detajuar e rrethanave të ngjarjes nga prokuroria e Matit. Një emigrant shqiptar është kthyer në Hero në Greqi pasi shpotoi nga mbytyja 2 të mitur që rrezikonin jetën në ujërat e lumit. Akti i trimërisë Ledian Gogos ka prekur zemrat e qindra qytetarëve grek dhe ka bërë hon në mediat vendase.
Një histori guximi dhe humanizmi vjen nga Greqia, ku një emigrant shqiptar nga Dimali ka shpëtuar nga mbytyja dy adoleshent 14 dhe 15 vjeç, të cilët po laheshin në lum. Ngjarja ndodhi pranë një zone të frekuentuar nga banorët lokal, ku Ledian Goga ndodhej aty rastësisht. Po pija kafe, dëgjova dikë të thërriste ndim. Hipëm në makinë, vajtëm atje dhe më thanë se dy fëmijë po mbyteshin. Yra në ujë me një herë pa u menduar. Njërin e gjeta në një thellësi për 6 metrash, pastaj më thanë kishte edhe një tjetër. Edhe ai ishte në fund, por e kapa dhe e nxorra me gjithë forcën që kisha. Adoleshentët kishin hyrë në lum për t'u larë, por nuk u mundën të ndilnin më në sipërfaqe. Shokët e tyre vrapuan drejt një lokali aty pranë për të kërkuar ndihmë, dhe ndërkohë banorët e zonës ndërhyn me varka, por ishte Lediani ai që u holl në ujë dhe mori përsipër gjithçka, duke sfiduar rrezikun. Me lot në sy dhe me një emocion të ndjer ai shtoi: "Njëri është në moshën e vajzës time, për Zotin, fëmijët janë të gjithë njësoj, nuk më intereson çfarë komsie janë. Ne të gjithë bëm një përpjekje së bashku, Zoti na ndihmoft." Dy të miturit janë transportuar me urgjencë në Spitalin Universitar të Patrës, ku sipas burimeve mjekësore, ata kishin kaluar rreth 20 minuta në ujë. Skanimet treguan edem cerebrale dhe ujë në mushkëri, ndërsa për njërin prej tyre është konstatuar edhe frakturë në qafë. Mediat greke e kanë konsideruar Ledian Gogën si një hero të vërtetë të përditshmërisë, ndërsa rrjetet sociale janë mbushur me komente falënderuese për aktin e tij të jashtëzakonshëm. Një tjetër vatër e murtajës së të imtave është konfirmuar në Skrapar, duke çuar në 4 numrin e rasteve aktive në shkallë vendi. Autoriteti kombëtar i veterinarisë ka vendosur masa të forta kontrolli, ndërsa u bën thirrje fermerëve të raportojnë çdo rast të dyshim të ngordhjeje apo simptoma tek kafshët. Murtaja e të imtave vijon të përhapet. Një rast i ri është konfirmuar në fshatin Polen të Skraparit, duke çuar në 4 numrin e vatrave aktive në të gjithë territorin e Shqipërisë. Që prej nisjes së monitorimit intensiv janë kontrolluar 983 ferma me një total prej 164.803 krerësh, dhen dhe dhi. Kontrollet janë përqendruar kryesisht në zonat me rrezik të lartë dhe ato ku janë konfirmuar rastet e para. Autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes së bimësve njofton se në të gjithë vatrat janë zbatuar masat standarde të sigurisë biologjike, si vendosja e zonës së mbrojtur me perimetër 3 km dhe rreth vatrës, vendosja e zonës së mbikëqyrjes me perimetër 10 km, si dhe ndalimi i lëvizjes së të imtave nga një fermë në tjetrën për të frenuar përhapjen. Në një thirrje publike drejtuar fermerëve, autoritetet kërkojnë që çdo rast i ngordhjes së të imtave apo simptomave të dyshimta të raportohet menjëherë pranë shërbimeve veterinare lokale. Përkohësisht është ndaluar dhe qarkullimi i dhenëve dhe dhive mes fermave, ndërsa situata vijon të monitorohet nga afër nga strukturat përkatëse. Të nderuar televizionistë, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 13 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 34 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 19 deri në 34 gradë Celsius. Kukës 16 deri në 32 gradë. Peshkopi 15 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë 17 deri në 34 gradë. Durrës 18 deri në 33 gradë Celsius. Kavaj 17 deri në 33 gradë. Elbasan 16 deri në 34 gradë. Berat 17 deri në 34 gradë Celsius. Korçë 15 deri në 30 gradë. Vlorë 18 deri në 33 gradë. Gjirokastër 16 deri në 35 gradë Celsius. Sarand 19 deri në 32 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 13 qershor 2025 do të karakterizohet nga mot i kthjellët dhe temperatura të moderuara në të gjithë vendin.
Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 11 deri në 28 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 27 gradë Celsius. Skënderaj, 11 deri në 27 gradë. Pek, 12 deri në 28 gradë. Prishtinë, 11 deri në 28 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 28 gradë. Malishev, 12 deri në 27 gradë. Gjilan, 11 deri në 27 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 27 gradë. Kaçanik, 12 deri në 27 gradë. Suharek, 13 deri në 27 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 28 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për mundjen tuaj, bashkë miru takofshim.